Mirëmbrëma dëgjues dhe shikues. Po ndiqni valët e teatrit kombëtar. Sonte për ju, Ferma e Kafshëve. Pronari i fermës, ky çikotecin e pulave për atë natë, por ishte aq xurxu sa që harroi të mbyllte baxhat. Në unazën e dritës së fenerit, kaloi oborin duke u tundur sa nga njëra anë në tjetrën, rrëkëlleu dhe një bir të fundit nga fuqia në qilar dhe ja këputi gjumit në koltukun e tij për 7 palë qefe. Me të shuar drita një trazire për shtjellim kaploi gjithë fermën. Gjatë ditës kishte dalë fjala se majori Plak, derri i bardhë, një natë më parë kishte parë një ëndër të çuditshme që donte t'ua tregonte kafshëve të tjera. Shokë dhe shoqe, e di që keni dëgjuar për ëndrrën e çuditshme që kam parë në brënd, po për këtë do t'u flas pak më vonë. Më parë, më duhet t'u them diçka tjetër. Me që duke mbathët shokë dhe shoqe, nuk do t'a kem shumë të gjatë. E para se të besë, e ndjej për detyrë të ndaj me ju gjithë urtësinë që kam mbledhur në vite. Si që dini kam jetuar gjatë, shumë gjatë, dhe kam patur boll kohë të mendoj. Dhe besoj se e kam kuptuar më mirë se çdo kafshë tjetër natyrën e jetës mbi tokë. Pra shokë, çfarë kuptimi ka jeta jote? Një jetë e trishtuar, raskapitca dhe e shkurtër. Lindë, na japin aq ushqim sa të mbajnë frymën gjallë. Dhe ata që arrin të jetojnë, janë të detyruar të punojnë deri në frymën e fundit. Dhe pikërisht kur nuk jemi më të dobishëm, na ferrin me një mizori të llaktanshme. Asnjë kafshë nuk e di se çdo të thonë fjalë të shlodhje dhe lumturi. Asnjë kafshë nuk është e lirë. Jeta e kafshës përmbledhet në 2 fjalë: mjerim edhe sklavëri. Kjo është e vërteta lakurishë. Po andodh kjo sepse kështu janë ligjet e jetës? Apo mos vallë toka jonë në shaqe varë përsa nuk ofron do të një jetë më të mirë atyre që panojnë mbi ta? Jo, shok, jo. 1000 herë jo. Toka jonë është pjellore. Pra ne nuk jemi të varfër, po jemi të vjedhur. Nga kush? Nga ai që drejton. Nga njeriu. Tek ai shok që ndron përgjigja e të gjithë fatkeqësive tona. Sepse i gjithë prodhimi i punës sonë vitet nga ai, njeriu, armiku jonë i përjetshëm, i vetëm. Po ta fshijë njeriu nga jeta jonë, uria dhe stërmundimi do të zhduken përgjithmonë. Njeriu është e vetmja krijesë që konsumon pa prodhuar. Njeriu nuk jep qumësh, nuk ngrodhez, nuk ka fuqi të drejtë plugun, nuk vrapon dot aq shpejt sa të kap lepujt. E megjithatë, ai është zot mbi gjithë kafshët e tjera. Sa litra qumësh ka bërë lopët, dhe sa prej tyre ka përfunduar në gurmaz në njeriut, ha? Sa vezë kanë bërë punat, dhe sa prej tyre kanë mundur të lindin zoq. Po ti shoqja tërfide, ku i ke 4 mëzat e tu dashur që ti shkullën nga gjiri ditën kur lindën? A nuk do t'ishte më mirë të plakesh me ta pranë? Pra shok, të gjitha fatkeqësitë e jetës sonë burojnë nga tirania e qenieve njerëzore. Po të heqim qafe njeriun, i gjithë prodhimi i punës sonë do të mbetet i hyri. Brenda ditës do të jemi të pasur edhe të lirë. Po çfarë duhet bërë? Duhet punojmë ditë e natë. Natë e ditë, me mishe me shpirt për përmbysjen e racës njerëzore. Ky është mesazhi që kam për ju, shok. Revolucion! 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 Unë nuk e di se kur do të ndodhë ky revolucion.
pas një javë, pas 100 javësh, por e di me siguri absolute se një ditë e vërteta do të vjetë në vend. Besoni të kujdahet shok dhe me gjitha transmitoja një fjallën time brezave që vinë në mënyrë që gjeneratët e arshme ta qojnë deri në fund betejën tonë finale. Por bëni kujdes shokë dhe shokë. Njeri është një krijes që nuk i beson as kuj tjetër veç vetes ti. Kurse mes nesh kafshme duhet kemi unitet të plot mendimi dhe veprimi dhe një udhëheqje të përkryer në luftën tonë të përbashkët. Ata që na shfrytëzojnë janë armiqtë tanë, kurse ne duhet jemi të gjithë të bashkuar, të gjithë shok ideali. Kafshë të gjitha vendeve, bashkohuni! Ndërkohë që majori fliste, plasi një rëmuj e madhe. 4.000 të mëdhej kishin dalë nga vrimat e tyre, ishin ulur në pish duke mbajtur vesh. Ndërkohë që qend i fikasën dhe minë shpëtuan lëkurën vetëm se kërcyen në çast brenda vrimave. Majori kërkoi: Qetësi të dashur shokë dhe shokë. Duhet vëmë ca pika mbi. Krijesat e mi, si që janë lepujt apo mint, janë miqtë apo armiqtë? Qetësi shokë. Do ta hedhim në votë. Do votojmë në mënyrë demokratike. Pyetja është: a janë mint shokët tanë? Kush është dakord? 2, 3, 4, 5, 6, 7, Adel, shokë dhe shokë, me 24 vota pro dhe 4 kundër, mint fitojnë të drejtën të jenë shok ideali dhe kjo. Shumë mirë, bravo. Duke dashur të jenë transparent deri në fund, u mësua se kundër ishin të 300 dhe Macja, e cila si që zbulua më pas kishte votuar 2 herë. Macja, e cila gjatë fjalimit majorit, ja kishte marrë gjumit për 7 palqefe pa e vrarë mendjen të dëgjonte asnjë fjali. Qetësi, të dashur shok dhe shoqe, votuam në mënyrë demokratike. Kjo çështje u mbyll. Tani kam edhe 2 fjalë të fundit për të thënë. Në përdorje. Gjithkush që ecën me 2 këmbë është armik. Gjithkush që ecën me 4 këmbë apo ka fjatra është mik. Shok, kur mos harroni që në luftën tonë për përmbysjen e njeriut ne nuk duhet të ngjajmë kurse si ati. Edhe pasi ta kemi përmbysur, mos i përvetsoni veset e tij. Asnjë kafsh nuk duhet të rijë në shtëpi apo të flejë në shtrat, të vesh rroba apo të pijë alkol, të tymos duan, të prek paran me dorë apo të merret me tregti. Të gjitha veset e njeriut janë të mbrapshta, janë të liga. Asnjë kafsh nuk duhet bëhet tiran me të ngjashmin e vet. Asnjë kafsh nuk duhet ta vras kafshën tjetër. Të gjitha kafshët janë të barabarta. Tani shok, do të tregoj për ëndrën që pash mbrëm. Në ëndër mu shfaq bota, ashtu si që ajo do t'jetë kur t'jetë zhdukur njeriu. O Zot, po më kujtua dhe një këngë e lashtë, të cilën e kisha haruar prej kohësh, por ma këndonte nëna ime kur isha dërkuc i vogël. E kisha haruar prej kohësh atë këngë, por mbrëm më erdhi në ëndër melodia dhe ç'është më e rëndësishmja, më kujtuan edhe fjalët e këngës, fjalë të cilat jam i bindur, i ka kënduar kafshët brez pas brezi, po janë fshirë nga kujtesa e kohës. Do t'ua këndoj tani atë këngë shok. Dhe pasi t'ua ke mësuar, këndojeni ju vetë, më mirë se unë. Kënga quhet Ngreuni ju, o të munduar. Ju ngriuni o të munduar, ju turtët sklevëra në mban, buqe gjaku i turbulluar, s'duam padron edhe tiran. Botën mizore do t'a shkatrojnë, që nga themele dhe pastaj, me duar tona do ndërtojnë, botën e re në vend të saj. Shpejta dita po vjen, njeriu
tarzoj, dhe bukur fushat e nerta, vetëm kafshë do sundoj. Është finale lufta mbile, venditare është për ne, mbani vesh dhe lajmi shpërndani, kohë e hartë po vjen për ne. Mbani vesh dhe lajmi shpërndani, kohë e hartë po vjen për ne. Trinet pas kësaj mbledhje, majori Plak vdiq paqësisht në gjumë. Gjatë 3 muajve që pasuan, ndodhen shumë veprimtari të fshehta. Fjalimi i majorit kishte hapur perspektiva të reja. Bara për të mësuar dhe organizuar të tjerët, u ra derave. U shquan si veprimtar mes tyre 3 dera: Top të Bora, Napoleoni dhe Pingërima. Ata i përpunuan mësimet e Plakut major në një sistem mendimi të cilit i dhan emrin kafshërizm. Në fillim mbledhje pas mbledhje luftuan kundër ignorancës dhe apatisë, sepse shumë kafshë nuk e kuptonin se si mund të jetonin pa një njeri në krye. Deleve nuk ju pushonin pyetjet. Po ja i ku njeriu, po kush do t'na vi? Po parë, do kemi pas revolucioni. Po neshim kur do na e presim pas revolucioni. Pyetjen më idiote do ripela me rushë. Më falni. A do kemi pas sheqeri pas triumfit të revolucionit? Jo, shoqja Merushe, jo. Në këtë ferë nuk kemi asnjë mundësi ta prodhojmë sheqerin me forcat tona. E ne nuk do t'ja shtrim krahun askujt. Aq më tepër sheqeri bëndon, dëmton shëndetin. Do të kemi sanë dhe tërshër, sa të na doj kokra e qefit. O ku ka si tërshër e shoh? Në të kohë pronari e fermës ishte dhënë të pirit, kurse kafshët i kishte lënë krejt pas dore. Një të shtunë qershori u bë kaq tap në birari, sa nuk u kthye dot në fermë deri mes ditën e së dielës, duke mos u kujtuar fare që kafshët ishin ende pa ngrënë. Ashtu i dehur siç ishte, kur pasi njëra nga kafshët kishte hapur një ark në mollë e të gjitha po hanin shtëmunin, nisi të fshikullonte nga të gjitha anët me kamshikun e tij. Situata doli jashtë kontrollit dhe ndodhi diçka që nuk pritej. Ende pa kuptuar se ç'kishte ndodhur, revolucioni ishte kryer me sukses.
Shok dhe shoqe, pronari Ambathi. Revolucioni është hapi ynë I parë drejt lirisë. Kjo ferma jonë, nuk do të quhet më ferma e mishit dhe vezëve bio, por ferma e kafshëve. Nga sot nis një histori e re, edhe asnjë zgjedhje nuk do të ketë mëmbine. Gjithë sa ju sheh syri në parket, është prona jonë e përbashkët. Dhe tani nga një dopjo racion grur si shpërblim për të gjithë. Tani që ferma ishte e kafshëve, ata nisën ta vizitonin dhe ndalen përpara shtëpisë së pronarit. Në fillim kishin frikë të hyrin, por pasi Napoleoni hyri I pari, të gjithë ndoqën. Ecnin në majtë të kishtave sikur kishin frikë se mos prishnin diçka. Papritur panë se mungon të dikush. Pela me rushe, kur përtreq maca e Pikasi në dhomën e gjumit të pronarit përpara pasqyrës. Ajo kishte gjetur një kordele të kuqe dhe nuk ngopi së pari vete në pasqyrë. Shoqja me rushe, gjep në kordele. Këto janë shenjat I shkuar e borgjeze. Se, nuk do të vaj kordelën e? Jo, shoqja me rushe, jo. Kjo është shenjë skllavërisë. Nuk e kupton që liria vlen më shumë se kordelet. Liria? Po si kur të vaj vetëm të kordele gjurë të kuqe. As edhe një shok. Kordelet janë njësoj me robat, që janë simboli njeriut. Me rushe edhe pse nuk dukej fort e bindur, e hoqi me trishtim kordelen. Që nga këtë qast, askush nuk do të hyjë më në shtëpinë e pronarit. Atë do të kthejmë në shtëpi muze për të kujtuar të kaluarën tonë të gjithë. Tani, shokë dhe shokë, gjatë këtyre 3 muajve të fundit, kemi mësuar shkrim dhe vendim nga abetaria e vjetër të gjetë. Dhe ja kemi darë I përmbledhjet të parimet e kafshërizmës në 7 urdhëresa. 7 urdhëresat do të përbëjnë ligjin bazë dhe të pandryshueshëm nëpërmjet të cilit do të rregullojnë punët në fermën tonë. Shoku të bërë të lutë. 7 urdhëresat janë si më poshtë kjo. Gjithkush që ecet me 2 këmbë është armik. Gjithkush që ecet me 4 këmbë apo ka flatra është mik. Asnjë kafsh nuk duhet të vdejë në shtëpi. Asnjë kafsh nuk duhet të shtrihet në shtrat. Asnjë kafsh nuk duhet të pijë alkool. Asnjë kafsh nuk duhet të veshë rroba. Asnjë kafsh nuk duhet të vrasë kafshën tjetër. Dhe me të gjitha kafshët janë të barabarta. Tani të gjithë së bashku tek fushat e tërshërës. Shok, duhet të kthejmë në çështje sfide kohë. Duhet të bëjmë shumë shpejt se kur ishte njeriu. Përpara me shok. Por pikërisht në atë moment, lopët filluan të pëllisnin, sepse kishin 2 ditë që nuk ishin mirë. Mos u shqetëso, do t'i mirë nero. Çfarë do bëhet me gjithë këto qumësht? Pronari na rritet shpesh të holluar në ushqim. Mos mendoni për qumshtin shok, do të merremi me të më vonë. Korrjet janë më të rëndësishme, po më parë duhet të mlidhni edhe mollët në pemishte. Shoku Grushti do t'ju pri. Unë do të vi pas pak. Përpara me shok në punë, rroftë ferma e kafshëve.
Punuan fort e shumë, kur më rushja Pela e bardhë kthye në mbrëmje, pyeti. Ua, po qumë si ku shkoj? Qumë si që mollëm sot ku shkoj? Gjithë mollët e pemishtes që mlodhëm janë vetë për ne. Shok! Dhe shoqe, më falni, më vjen shumë keq për këtë që do ju them. Qumshti dhe mollët do jenë vetëm për demt. Hidini. Ju lutem. Mos mendoni se po tregojmë egoiste dhe po kërkojmë privilegje. Jo, që ta dini. Shumë nga ne nuk I kanë fare qef mollët. Ja, për shembull, unë nuk I shoh dot me sy. Qëllimi ynë I vetëm është të mbrojmë shëndetin ton, duke e ngrënë këtë ushqim. Dhe është shumë e nevojshëm për shëndetin e tërë. Sipas një studimi, ka dalë që qumshti edhe mollët shokë përbajnë disa substanca tepër të nevojshme për mirëqenien e derave. Se ne derat bëjmë punë me tru. I gjithë organizimi fermës, administrimi fermës ka rënë mbi supet tonë. As gjumi natës nuk në zë nga meraku që kemi për mirëqenien tuaj, për hatrin tuaj. Vetëm për hatrin tuaj po ham ato palëmollë dhe po pim atë farë qumshim. A e dini shok, se çfarë do të ndodhë sikur ne të mos I përmbushim detyrat tona? Njeriu do të thejë. Po shumë mirë, mëj. A jemi të gjithë të sigurt, shok, se duam të jetojmë në zgjedhjen e njeriut? Shok, të gjithë të këta shëra. Grushti, kali I karrocës, motoja e tij është. Do të punoj më fort. Do të qohem çdo ditë mëngjes sapo të bardh. Do ta realizoj. Madje do ta tekaloj planin. Vetëm kështu do të arrinjojmë lirinë tonë dhe do të mbajmë lart më lart flamujt e fitores tonë revolucionare. Jam I lodhur, po jam I gëzuar. Ja I ngjerë në gjysmën e kullotës, Benjamin. Benjamin, na, Benjamin. Benjamin, ndajve. Jam shumë I gëzuar. Thuaj diçka. Çfarë duhet të them? Ja. Shiko kullotat, edhe thuaj jam I gëzuar. Jam I gëzuar. Po, Benjamin. Po, edhe unë jam shumë I gëzuar. Jemi të gëzuar, Benjamin. Jemi të gëzuar. Çfarë të bëjmë tani që jemi të gëzuar? Në mbledhjen e sotme u diskutua gjatë edhe herë për nivelin Sa shpejt kalon kulli duke punuar. Do kalon të gjithsesi. Pela bukfiqe dhe Pela tërfile, shoqe punë të Krushtit. Ku jenë? Nuk ardhën të mbledhën në pas ditës. Çfarë u folën ti? Se nuk erdhët? Po kam që ditë që bërë patën për realizuar të editorët të tore. 123% arritëm sot. Ndihmoj edhe Benjamin.
Edhe harruan fare, nuk e punë që gjithë një nga një kësi niku. A si mu ta në neve? Në të arte përpishën e kjeni në kohë. Nuk fishe, Merush e votani. Keni beso që të qënë të tërë. A, do më thoni shfar u folën veri? U folë për plan një arshë një avor. Edhe miratuam edhe rezolutat. Dhe folë në fillim të optëmborën është. Që në disa plane nuk ishte dakord me shokë në Napoleon. Se foli dhe shokë në Napoleon? Ja, për foli t'ingërima. E s'ka të lutë të pjesë sot. Merushja e pyeti për qumshtin edhe modën që si që ke dëgjuar edhe ti, terat po i ruajnë për vetë. Edhe për paka me sigjirin në shpinë e fermës. Edhe pasaj Ingërima na shpjegoi se derat në nevojitën të ushqime që të jenë në formë të mirë shëndetësore. Pra, të jenë të aftë për të administruar në mirë fermën. Po sakrifikohen vetëm për neve. E për të shko me rusë. Sigurisht që nuk është e vërtet, grush gënjeshtra me bishja. Ashtu tha vërtet Ingërima. Ashtu ka grusht. Derat tha jo se i bëjnë me dëshirë, por po të mos hanë mollë edhe po të mos pinë qumësh, nuk mendoj do të si shdurin. Edhe pasaj pronari mund të thejë. Po pronari më jep me gjithmonë sheqer. Jo. Askush nga ne nuk do që të kthehet pronari. Edhe rikë të varja do, por delet e bukura në kohë. Edhe kështu grusht të gjithëra me një mëndje që qumshti edhe mollët të ruhet vetëm për derë. Një blu, një të kuqe, një të gjelbër. Që duket e drejtë kjo të file. Po grusht, por deri sa të gjithëra me një mëndje, e drejtë të sigurisht që është e drejtë. Grusht, nuk ka vënd për dëshime. Po si ka mund të shoku Napoleon, ishte atje dhe rrandë kohë. Ishte grusht, ma di i kërkoj dhe Ingërinës ta përfërconte. Jo, po tjetë kështu, atëre duhet jetë pa tjetër e vërtet. Shoku Napoleon ka gjithmonë të drejtë. Shoku Napoleon ka gjithmonë të drejtë. Nuk e kuptoj grusht, pse e ka shpëtoj? Pse duhet biesh dakord me çdo gjë që thonë? Sepse është kafsha më e zgjuar e fermës. Po kush e tha kjo? Edhe Benjamini është e zgjuar. Edhe pronarja ishte e zgjuar, më linte gjithmonë pa e kordele të bukura. O, Merushe, bon në gërgërise veshët me ato kordelet e tua. Dukeshe si pufte. Si qëfar dukeshe? Si pufte? Të pakën ditë shkuaj, unë se ju të gradës e grushtit pash. Merushe, grushti punon më shumë nga ne të gjithë. Nuk ka kohë ai që të mësoj edhe shkrit edhe të ndi. Pastaj, unë emrin tim kam 3 ditë të shkruar pa gabime. Bravo. Grusht, sa kërë nga banë mund nga alfabetit? A e po me batë se nuk di më shumë të saune. Unë e di alfabetit, dhe tek shkronja më, cilat shkronja parë e unë tim. Dita gërma edhe unë. Ashtu, pa njërë të gjë. A. B. C. E shikon, e një mirë, jemi edhe një mundësi të mendohet edhe pa edhe një mundësi. A. B. C. Dje e dhja dhe vazhdimi, po sa e më të 3 shkronja dhe ti të një harroj të e para. A, B, C, Q, D, B, E, F, G, Q, H, I, J, K, L, M, N. E një mirë, shumë mirë që e di alfabetin. Por fjalin që se si ti nuk lexon. Pastaj shiko Benjamin, ti lexoj shumë më mirë se sa ti edhe nuk të duhet. Më fali. A e keni dëgjuar ndonjëherë Benjaminin të lexoj? Nuk lexoj, sepse deri tani nuk është shkruar asgjë që ja vlen të lexohet. Shokje dhe shokje. Kemi vërë e kohët e fundit se disa prej jush kanë shprehur vështirësi në shkrim dhe këndim. Sidomos shokjet e tim. Prandaj, kemi vendosur t'i përmbledhim parimin e kapitalizmit në një maksim të vetme që ta kemi më të thjeshtë për ta shkruar. 4 këmbë mirë, 2 këmbë keq. 4 këmbë mirë, 2 këmbë keq. 1, 2, 3. 4 këmbë mirë, 2 këmbë keq. 4 këmbë mirë, 2 këmbë keq. Mirë, po më dele dhe roman do të mund. Po pra së është pak i gjatë për shoqet dele. Jo, dakor, shoqet dele, por qëndrohemi. 4 këmbë mirë, 2 këmbë keq. 1, 2, 3. 4 këmbë mirë, 2 këmbë keq. Ti
Pikërisht kur çdo gjë në thëshën e derave po este pa mrekulli, në fillim të tetorit më rritën lajme. E pjeve ti këtë? E pjeve ti këtë që pashun? E pjeve ti këtë që pashun? Më duket se e pam të dy atë që duhej pa. Të themi të tjetër. Shpejt! Shok! Dhe shoqe! Për najën një pesa 6 njerëz po vinë drejt fermës. Kam gjithë shkopinje dhe kam shikë në përtuar. Mos u friksoni, kam gjetur një libër të vjetër me fushatët e ju Cezarit. Në pozicione! Në pozicione! Në pozicione! Me rushen! E ka fajnë njëri? E pash që shkoj drejt stallës. Sa për shkrepi pushka. Ti dua? Me rushe! Shok! Korëm një fitore madhështore! E mposhtë të mërmikun! Por, në këto qaste kaq të gëzuara, ne nuk duhet harrojmë kur se jemi gati të japim dhe jetën për lirin e fermës së kafshme! Gjithmonë gati! Gjithmonë gati! Gjithmonë gati! Shok, kemi vendosur të krijojmë një dekorat ushtarake, heroi kafshëve klasi i parë. Këtë dekorat ja akordojmë shokut Top të Bor, edhe shokut Grushti. Shokut Grushti, për merita të veçanta në fushën e betejës. Shok, gjithashtu propozoj që në kujtim të shokëve të rënë në betejë, një dele, edhe një pul, të vendosim të gjithë këtë shall. Si edhe të mbajmë 1 minutë heshtje. Më trajime! Më trajime! Motë! Paruar qoftë kujtimi i tyre. Edhe tani në punë shok, sepse dimri është afër, edhe duhet të sigurojmë ushqimet e nevojshme. Përpara, rrop, ferma e kafshë.
Merushe, kam diçka shumë të rëndësishme për të biseduar me ty. Të pash sot në mëngjes të vështrojmë ata në gardit, atje në fund të lëndimës. Në anën tjetër të gardit, qëndronte një burr. Ndodhesha vërtet shumë larg, por ama jam pothuajse e sigurt se e pa shumë mirë. Burri po të fliste, ndërsa ti e lejove të ledatoj hundën. Ç'do të thotë kjo, Merushe? Nuk më preku, nuk më ndodhi gjë. S'është e vërtet. Shoqja Merusha, më shtronë në sy, edhe më jep fjalën e nderit, sa i burr nuk po të ledatonte hundën. Nuk është e vërtet. Tre ditë më pas, Merusha u zhduk. Askush s'u dëgjoi më për të, derisa një ditë të humbat raportuan. E pede ti të që pashun? Por e ti që pa shumë. Më duket se e pam të dy atë që duhej pa. Po kemi të tjerëve. Shpejt! Shokve dhe shokse! Shokve dhe shokse! Nami! Nami! E di çfarë kam ne? E di çfarë kam? Po thuaj! Pa me Merushen. E pam të mbrerur në një karrozë dy rrotshe, dyer me të kuqe dhe zezë për para një klubi. Një burr, të kuq, po i ledaton të hundën dhe po ushqente me sheqer. Po, edhe mandje di çfarë kishte në kriti. E di çfarë kishte? Di çfarë kishte. E di çfarë kishte? E di çfarë kishte. Po thuaj pa! Kishte një përdele të kuqe, një riu. Shoqja Merushe duke shumë e kërnaqur. Asnjë nga kafshët se zori më Merusha në gojë. Por shoku Napoleon vendosi të marrë masa duke vënë në roli kudo, ndërsa Top de Bora ishte kundër këtyre masave. Në fakt që prej disa muajsh, në çdo mbledhje ata e kundërshtonin njëri tjetrin, sa herë ju jepte rasti. Shumë mirë, shoku Top de Bora. Ndërsa unë vazhdoj të qëndroj pesnik mendimit se një ngastër më e madhe në të shërë do të bënte punën time. Ndërsa ai insistoi që toka në shpatin e kodrës është e përshtatshme për të mbledhur me rre. Jo, shoku Napoleon, jo. Unë mendoj se Jonxha nuk ta hyj fare punë. Madje tek shpati i kodrës, unë mendoj që duhet mbjellim lakna dhe karota, jo të qërë. Ja të rip tokën e pinasja. Mos ta rëzoni për tokë. Ndërkohë që Top de Bora rrobate gjithë ditën e ditës për të edukuar kafshët, Napoleoni as që vriste mendjen fare për këtë, por kishte marrë 8 qenush të vegjël që i mbante të mbyllur e i mësonte si t'i bindeshin vetëm atij. Tjetër mbledhje, tjetër diskutim mes Napoleonit dhe Top de Borës, një nga diskutimet më të ashpra duhet themi. Shoku Napoleon, ju ende nuk keni dëgjuar pjesën kryesore të planit tim. Planit? Çfarë planit? Të ndërtojmë një mullinë e erë. Një çfarë? Një makineri e cila bie të lëvizje nga era dhe prodhon energji elektrike. Kodrina e vogël, tikullota e gjatë, është pika më e lartë e fermës, apo jo? Pasi unë e kyra mirë terrenin, vendosën që është vendi i përshtatshëm për të ndërtuar një mullim e erë, i cili mund pajiset me një dinamo që na furnizon me energji elektrike. Në këtë mënyrë, ne mund të realizojmë elektrifikimin e stallave dhe të na mbajë ngrohtë në dimër. Nga ana tjetër, mund të vënë në lëvizje një sharë, një presë panxhari, një makineri për korrjen e sanës dhe një makineri elektrike për të mbjellë kafshë. Kjo fermë që kemi, shok, është e modelit vjetër. Kemi vetëm makineri primitive. Shok, vetëm përfitëroni jetën tona, kur mundiri i erës do na shkutoj dhe do na lehtësoj nga mundimet e përditshme dhe do na japi kohë për të marrë me detyra fisnike. Shumë mirë, shok. Ç'mendoni për planin e Top de Borës? Shok edhe shoqë. Nuk them që ka përqen një punë e lehtë. Sipas llogaritjeve të mia, do të na duhet të mundohemi një vit. Po një vit. Po pas një viti ama, me siguri ne duhet të punojmë vetëm 3 ditë në javë. Mendojeni edhe këtë. Kurse unë vazhdoj të jemi ides se të gjithë energjitë tona duhet të shpenzohen për të siguruar ushqime. Nëse do të humbasim kohë me ka mullirin e erës, do të vdesim të gjithë nga uria. Unë votoj Top de Borën dhe javën e 3 ditë. Votoj Napoleonin dhe ushqime e plot. 4 këmbë mirë, 2 këmbë keq.
Votoj Napoleonin dhe ushqime për me tia. Benjamin, nuk e di në është më mirë të votojmë planin e Top të Borës për mullirin e erës, apo mos ndoshta shoku Napoleon ka të drejtë. Si me mulli, si pa mulli, jeta jonë do të vazhdoj të jetë njësoj, ashtu si shka qenë. Do me thënë, si mos më keqë. Shok, le të mos debatojmë. Le ta hedhim në votim, edhe le të vendosi shumica. Tani unë them se kjo idea, mullirit e erës, është një budallëk me prit. Prandaj juftoj të votoni kundër ti. Shok, të dashur shok, le të shpërtojmë nga zinxhirët e mundimeve të kota. Elektriciteti do të na ndihmojë për këtë. Vetëm përfituroni jetën tona kur mrekullitë e shkencës do na kenë lehtësuar nga raskapitjet e përditshme. Mulliri i erës do të vinte në lëvizje makinat korsa dhe shirëse, plugje, klesa, prulla, makinat paketuese dhe do të na furnizonte me ujë të ngrohtë dhe të ftohtë. Le të ecim përpara shok, drejt një epoke lirie. Le ta farkutojmë të ardhmen e fermoson në nxehtësinë e bardhë të teknologjisë. Kur u pasën në shkrap u shkonin votat, Napoleoni u ngrit dhe lëshoi vetëm një. Skabe! Shok edhe shoqe, jemi duke tjekur një garë midis Top të Borës që kryeson vrapjen dhe 400 arrestuar pas tij. 200 e parë po i afrohen më shumë. Edhe pak, Top të Bora duket se po ngadalëson vrapin. Nofullat e qenit e parë për punë centimetra që kapin bishtin. Edhe pak, për një fije Top të Bora shpëton majën e bishtit. Të 400 janë gjitur me të, nuk do t'ju besoni syve. Top të Bora bën një hedhje në ajër dhe ka përcel gardhin. Dhe Top të Bora u zhduk. Shokë dhe shoqe, duke vëlluar që sot, mbledhjet e përjashme nuk do të pahen më. Janë të panevojshme edhe humbje kohe. Të gjitha problemet që kanë të bëjnë me punën në fermën tonë, do të shqyrtojnë në një komision i posaçëm derash, i kryesuar nga vetë unë. Dyert më bajnë me dyert të mbylla. Ndërsa se cili prej jush do të vijë një herë në javë për të marrë urdhrat. Edhe nuk do të ketë më diskutime. Shok dhe shoqe, besoj se çdo kafsh tu e vlerëson sakrificën e madhe që ka bënë shoku Napoleon, duke marrë përgjegjësi kaq të mëdha në shpatulla. Jo, do lumturoj shumë ai, sigur se cili nga ju të merr vetë vendimet për vete. Dhe i thash, lërë ka hënë kokat, jo që joj, e brem dyshimin se mos merrni hapin e gabuar, shok. Pastaj, çfarë do ndodh me ju? Mos harroni, sa do të bëjmë një hap të gabuar, armiku është gati të na hinë të sipër. Mos dëshironi shok, të vi njeriu. Jo, nëse mbledhet bëhet shkak për filmin e njeriu, atëherë mos ketë mbledhje. Nëse thot shoku Napoleon duhet të jetë patjetër e drejtë. Ai shok, ai vetë e ka thënë, shoku Napoleona ka gjithë të drejtë. Dhe jo vetëm kaq, shok. Shoku Napoleon ka vendosur të çojë përpara planin për ndërtimin e mullirit të erës. Kërkohet nga të gjithë për kushtim maksimal, përveç punëve të fermës, duhet të ndërtojmë mullirin e erës në kohën e kotë. Me leje shoqe? Po, mi shoqe? Po mirë, pse shoku Napoleon po ja gjashtë kundër mullirit të erës në mbledhje? E kuptoj habit tuaj. Ja, ku erdhi momenti që e vërteta të dalë në shesh. Shoku Napoleon nuk ka qenë kur kundër ndërtimit të mullirit të erës. Ideja e revolucionarizimit të fermës ishte e tia, shok. Po ai, Top të Bora, janë foti. Kusari! Vetëm e vetëm që të duke i sjuar për para jush. Dhe aksit e qartë, lartëpamësia, mendjen pretësia e shokut Napoleon. Mos të merrni me fjalë, shok.
Tot dëborën se kemi, ma në përkam kështu që më të punojnë të qetë. Kjo është ajo që quhet shok. Taktika! 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 Çfarë do me thënë taktika? Do të thot, ajo që do të thot, shoku Napoleon ka gjithmonë të drejtë. Shoku Napoleon ka gjithmonë të drejtë. Nga sot, do të filloni punën për ndërtimin e mullirit e erës. Se cili për jush do të punoj 60 orë në javë, duke mos harruar edhe të djenjat pas dite, vullnetari. Sigurisht, ato kapë që nuk do të paraqiten në punë vullnetare, do të përgjysmohen racioni ushqimit. Sa mirë na e bën ti Nesa! Përpara në punë shok për ndërtimin e mullirit e erës. Rop, ferma e kafshme. Rop, shoku Napoleon. Ndërpresim transmetimet për një intervistë ekskluzive me vetë të madhin shokun Napoleon. Shokë dhe shokë, ferma e kafshme, në kuadrë të implementimit të politikave të reja të zhvillimit, do të ndjeki një linjë të re. Nga nesër, do të nisim marrëdhënie tregtare me fermat qinj, por as pak për qëllime tregtare, vetëm për të marrë lëndë kryesore që do të ta duhen për mullirin e erës. Shoku Napoleon siguron se Askush prej jush nuk do të detyrohet të takoj qënjet njerëzore. Këtë barë do të mbaj përsipër unë dhe vetëm unë. Tani forca në punë shok për të mbaruar në kohë rekord ndërtimin e mullirit e erës. Rof, ferma e kafshme. ishim me shokun Napoleon. Më fali po, a nuk kemi në një ligjë sipas të cilit nuk duhet kemi marrëdhënie me njerëzit, edhe nuk duhet lidhim tregti me ta? Nuk më kujtoj. Kemi edhe një ligj madje që nuk duhet kemi para në përduar? Benjamin nuk më kujtohet asgjë me ato që thua. Po çka ishte rituri varur? Më fala, nuk jem më i lumtur për të tashmë që nuk kemi më një njerëzi për kokës. Nëse do që të them që jam i lumtur, e them, por nuk shoh asgjë për të qenë i lumtur. Për fat keq, gomerët e tonë gjatë. Askush nga ju nuk jeton edhe nuk shef atë shenjë gomar. Zoti ka një bishtë dhe 3 miza, por me këto ritme që po punojnë, 60 orë në javë, më duket se së shpeti, s'do të kemë as bishta, as miza. O pse fleta napullore, nuk thua sa mire që Zoti të ka pajisur me një bisht të mjetë mundës. Nuk e kuptoj çfarë të mire ka këtu. Mire do ishte mos kishim as bishta, as miza. Ore Benjamin, më duket se Benjamini ka rëndë. Sa të natë historike kur majori Plapi Napoli, sikur përmendi diçka për kohë. Tërfile nuk më kujtohet asgjë me to që po thoni. Ta kam thënë të paqe, mos e lë shumë veshin Benjaminit. Është shok i mirë, punon shumë, vdes që të rej shtrirë, po nuk na qëtë kur. Edhe si dhe të vardalla unë dhe buze, nuk i gëzohet revolucionit kërë. Ashtu vërtet, por ama shpesh ka të drejtë për atë gjithë. Është më i vjetri nga me të gjithë, ka kujtes të porë, edhe e lexon shumë mirë se unë edhe një. Po leximi qenë tua po. Nuk të nëzëhën grush. Ore unë punoj sa për 5 kafsh. Qoj një orë para tjerë në gjesë dhe punoj deri në snatë. E kuptoni që duhet ta mbarojmë sa më shpejt mullirin e erës, kështu që nuk kam kohë, as të lexoj, as të mësoj shkrim e kundi. Kafsha duhet rrestuar sipas asaj që ditë bëjmë unë. Po sigurisht për kush. Askush po punon në shumë se sa ti. Edhe për këtë të gjithë të vlerësoj. Unë nuk desha të përzis grusht. Shikoni, se unë besoj tek revolucioni dhe tek puna e madhe që po bën shoku Napoleon, po ai sa i dhe ju. Mirë po, kam përshtypjen se gjërat po përshtojnë siç ta
tha, majori. File, kupton që nuk duhet ta vrasim shumë mendje. Duhet i besojmë shokut Napoleon. Ai di më një gjëra. Po, grusht, shoku Napoleon në ka gjithë të drejtë. Shok? Për çfarë po diskutoni? Po flisnim për fjalimin e shokut Napoleon, drejtimi jashtë. Po, edhe në çfarë përfundimesh arritët? Ka të drejtë, sigurisht. Vetëm se Benjamini, Romaria, ju e dini si është ai. Ai po na thoshte pak më parë se ne dikur, pas kemi votuar një ligj që na ndalon të bëjmë tregtime njerëzit, edhe të bashkëpunojmë me ta, dhe të filja ishte. Po ja shoqene, unë besoj se Benjamini ka të drejtë. Ashtu, ë? A jeni të sigurt, shok? A jeni krejt të sigurt se nuk është imagjinata juaj, kjo? A jeni të sigurt se ai top të bora nuk ua ka mbushur kokën me lakra? Jo, se keni ndonjë provë ju për këtë ligj? Ndonjë dokument që shkruhet për ligjin në fjalë? Keni? Keni? Dobra, se nuk është shkruar. E do në punën. E lërë një shoku Napoleon, është shqetësuar për probleme mamadore. Kemi shumë të drejtë. Shoku Napoleon ka gjithmonë të drejtë. Nëse ai mendon se është të mirën e fermës kafshëve që ne të lidhim tregtimin e njerëzit, atëherë është shumë të bësh. Ashtu të ju. E do në punën. Benjamin, je mirë? Më mirë prishet. Ndoshta po më lëk vdesash. Por mua më kujtohet shumë mirë që ne nuk duhet kemi asnjë marrëdhënie me njerëz. Majori në paralajmëroi për këtë. Edhe fjalët e tij duhet të na ndëshin tregtimin e fermës. Po majori nuk është më. Por edhe po të ishte jam i bindur që do të ishte në një mendje me shokun Napoleon. Këtë nuk kemi për ta marrë vesh kur. E vërtet. Ama Benjamini ka të drejtë. Lutem mos fillo përsëri. Nuk e di se të duan atë më të mirë. Por po të më pyesësh mua, ai e vret mendjen shumë. Por nuk do të pyet asaj e vret mendjen, o grusht. Unë po të them se ai ka të drejtë. Ndoshta, mundet. Nuk e di për fide, po, edhe ti mendjen atike. Dhe gjithë kohës me qeqesë. Ka mundësi të kthehemi punës. Vetëm me punë do arrim të zgjidhim çdo paqartësi. I pash! Edhe i thoja vetes, Benjamin o gomar, prit se ti nuk e parë gjë akoma, edhe do ti kisha të drejtë. Cilët tre, Benjamin? Napoleonin, pingërimën dhe të gjithë derat e tjerë. Jesh pëngullur nga stallët edhe po banoj në shtëpinë e fermës. Nuk të besoj, Benjamin. Është e vërtet, pash pingërimën të ulur në karrige, këmbë për mbi këmbë duke lexuar gazetën. Nuk të besoj dhe kaq, Benjamin. Asuna, Benjamin. Bashkë me këta dy sy edhe të gjithë derat e tjerë ishin ulur rreth e rrotull tavolinës. Po diskutojnë, Benjamin. Patjetër po diskutojnë. Po mllaqisnin moll. Edhe po pinin qumësh për 7 palqejfe. Je sigurt, Benjamin? Sigurisht jam i sigurt. Akoma nuk jam qoruar. E po siguret e pruan pak, apo jo, grusht? Ndoshta shoku Napoleon duhet të jetojë në shtëpinë e fermës. Shoku Napoleon, i di këto që bën? Te ka imërin, plumbat kanë parë diçka që nuk do t'ua merrte mendja kurrë. Thuaj në vetë se çfarë pat. Se nuk e morë vesh ju? Se nuk e morë vesh ti. Se nuk e morë vesh Se nuk e morë vesh ti. Se nuk e morë vesh ti. Ndërkohë që unë edhe plumja ime e dashur
Po fluturonim anash dritare së katit të dytë. E di çfarë pam? E di çfarë pam ne? E di çfarë pam Ne ne? e dini se- Po thuaja pra! Në dhomën e madhe, ku flinin dikur pronarë. Edhe pronar. Pikërisht në shtratin e madh, shoku Napoleon ishte shtrirë sa gjatë. E gjerë? Në gjumë të thellë, edhe po gërhiste me të madhe. Ja pra! Një sekond, nga i pati u tonë se thjesht fluturuat anash dritares. Po nuk fluturuam anash dritares. O shoku gërsh. Po ndaluam me një herë në parmakun e dritares. Edhe pam sa deshëm. Sa deshëm nuk pam. Po sa deshëm e pam? Po nuk pam pra sa deshëm. Po sa deshëm, Po nuk pam pra sa deshëm se ne fluturuam nga kakarisja e madhe e pulave, që me thënë të drejtën ishin shumë shqetësuar. Po pulat çfarë? Si nuk e keni marrë vesh ju? Nuk e morë vesh ti më? Si më nuk e morë vesh i Nuk e morë vesh ti më? Ua, po kishin parë të gjitha një ëndër të përbashkët më i gra. Sigur do t'jepin të gjitha veset e tyre Tek njerëzi. Ula qoftë! Një minutë. Pra ju po thoni se keni parë shokun Napoleon të flenë në një shtrat? Madje keni dëgjuar dhe gërrimat e tij? Po, më shoqe po, sepse dritarja ishte e hapur. E kur ndodhi kjo? Po para një ore 35 minuta në mos gaboj. Jo, ka qenë para një ore në çerek. Shiko, të lutem mos më kundërshtoj gjithmonë. Ishte një ore 30. Para një ore në çerek. Ishte një ore. O pume! O pume! Pak a shumë para 2 orësh po. E po... Shoku Napoleon ndoshta ka qenë i lodhur edhe është trirë që të flej. Sigurisht është i lodhur. Mban mbi shpatulla. Gjithë peshën e revolucionit ai. Por, po flinte në një shtrat. Po çfarë pastaj Benjamin? Po urdhër e saj 4. Pse çfarë thot urdhëresa e 4? Nuk e ke lexuar ti urdhëresin e 4? Se ke lexuar urdhëresa e 4 grush. Ore grush urdhëresën e 4. Urdhëresën e 4. I kam hedhur një sy. Urdhëresa e 4 thot asnjë kafsh nuk duhet të flerë në një shtrat njeriu. Kështu që në qoftë se shoku Napoleon po flen në një shtrat, këtu ka shkelje edhe duhet t'i themi edhe të tjerëve. Nuk diun nga këto gjëra. Mos u bëj kokush grus. Je i bretmi për të mbjellë dyshime Benjamin. Nuk dua të merrem me këtë punë. Dua thjesht të vazhdoj të punoj për të mirën e fermës. Fol ti Tërfile po desh. Kush unë? Po, mund ta ngresh të çështjen mbledhjen e arshme. Unë? Po ku jam unë e zonja të flas për para të tjerëve më grusht? Benjamin, ti duhet të flasësh. Jo. Fol ti se ty do ta vën veshin. Filloje ti dhe unë do të të mbështes. Benjamin, më dëgjo mua më mirë, jo unë. Po jo, as unë jo. Ti bardoke, çfarë mendimi ke? Sa të flasësh ti? Po ju të dy plumbat. Ti bukfiqe, ti do flasësh. Kush unë? Po. Po kush jam unë që të vë në dyshim vendimet e shokut Napoleon? Ja, nuk më kanë dis dot mua. Nuk flas. Tërfile, ki kujdes. Mos u mpleks në çështje që mund ta përkeqësoj situatën. Benjamin, lexoj pak urdhëresën e 4 për mua të lutem. Urdhëresa e 4 thot, asnjë kafsh nuk duhet të flejë në një shtrat. Me çarçaf. Jeni shqetësuar, se derat po flenë në shtretët e shtëpisë ferme. Më falni, ku qëndron problemi këtu? Nuk ka asnjë urdhëresë kundër çarçafit, po edhe se ku. Shtratë, thjesht një vend për fjetur. Urdhëresa është kundër çarçafit. Janë shpike tipike njerëzore. Ne vërtet po flemi në shtrat, po pa çarçaf. Thjesht në batanie, që duhet të përgjigjet për tetës janë tepër të rehatshme. Por jo aq të rehatshme sa e meritojnë me gjitha të punë në tru që po bëjnë. Dignitetit të shokut Napoleon i shkon më shumë për shtat të banoj në shtëpi të vlerë në shtrat, se sa në një pirë kashte. Mos dëshironi shok që t'jemi aq të lodhur dhe të mos u dalim dot sot përgjegjësive tona.
Apo dëshironi të kthehet pronari? Ne nuk jemi më të mirët, po më të mirë se ne nuk keni parë. Flini tani. Udhëheqja do zgjohet një orë më vonë si të tjerët. Dakor. Po shumë mirë, të flini, pse mos të flini ju? Flini! Harrova më të rëndësishme. Pulat duhet të na japin të gjitha vezët që po ngrohin. Duhet të dorëzojmë njerëzve 400 vezë në javë që të kemi mundësi të sigurojmë materialin për ndërtimin e mullirit. Gjithashtu të sigurojmë dhe dritin që të na duhet deri në pranverë. Si? Ne sa po kemi përgatitur furrikot. Ne protestojmë. Duam vezët tona! Duam vezët tona! Duam vezët tona! Duam vezët tona! Shoku Napoleon urdhëron që shoqet Kloçka të burgosen dhe të mos u jepet asnjë lloj ushqimi. Me një dekret të veçantë shpall gjithashtu se nëse dikush I jep qoftë edhe një kokër misri, dënohet me vdekje. Si do të shkoj halli tani, mall? Shkoj si do shkoj. Nuk duhet dorëzohemi motrani. Kjo është çështje për jetë vdekje. Sa mund të jetoj një pul pa ngrënë? Po vdekjen. E ka menduar ndonjëra nga ju? Jo. E pra, asu. Nuk duhet të mendojnë gjëra të këqija tani. Gjithsesi motor, nuk kesh të mendosh se ke vdekur. Është tamam si kur të zëj një qumë I thellë. Po të zuri me stomakun bosh. Do të tregoj atë ëndrë që pash bravo. Ja. Shumë mirë dëgjojeni. Pash, sigur ishim të gjithë në një vend, edhe ishim të lutur, edhe ishim të barabartë. Nuk po ju mërzis apo jo. Nuk po të dëgjojmë gjithsesi. A do I thot ndonjëra nga ju që kemi parë të gjitha po të njëjtën ëndër? Ua, kush ka nërë hurdra, aman? E disa mi nuk bëjmë përveshka? Sa kohë që jemi këtu, E do fix? Po. 2 minuta 38 sekonda. Sa? 2 minuta 38 sekonda. Jo, nuk dyre do të ma. Do filloj nga vezët. Me ram, motra, me ram. Me kaq protesta e puljave u shtyp. Kafshët ju rikthyen ndërtimet të mullirit, ndërkohë që shoku Napoleon filloi të dilte rradhe më rradhe. Madje mungesa dhe aq shumë në sy, sa poeti shkruajti edhe një këngë. Po ku jena bolo në djali, e jazena mori mali, e jetë të shori më synë, firma jo se zënë batynë. Ndërkaq nëntori erdhi me era të forta dhe dëbore. Vetë shoku Napoleon erdhi të inspektonte me noshkën e tij.
Me gjokë si vareshin 3 medalje, me të cilat kishte nderuar veten kohët e fundit. Heroi i kafshëve, klasi i parë, i dytë dhe i tretë. E dini se kush është shkaktari i gjithë kësaj, ha? A e dini se kush është armiku që ka ardhur natën për të shkatëruar mullirin e erës? Top të bora, shoh. A më të lumt. Top të bora e ka bërë. Ja çfarë shqemi ka dhënë frutit tuaj të punës. Kjo tradhtar ka hyrë tinës natën dhe ka shkatruar punën tonë të bërë prej më shumë se një viti. Shok, këto tani shpall, armik të fermës top të borën. Filloni me një herë nga puna për ndërtimin e mullirit e erës. I tregojmë armikut të fëlliqur se nuk mund të shbëj dot punën tonë. Përbërën në punë, shok. Bërni, kujdes shok! Top të bora vjen natën dhe kryen akte të ndryshme sabotimi. Top të bora! Qeni, dilni moj. Po, mu jeshte vërtet, e kam parë natën. Top të borën pra ka parë këtë tjetër. Më dëgjoni shok. Ai do e ketë marrë atë misrin. Cilin misër? Po misrin që unë para 2 ditësh. E sigur. Mirë, po ato 8 vestë të thyera sot mëngjes, ai pati. Pas ka thyer. Shok, ka marrë dhe qëtët e bërë. Ato që përbetoheshin më shumë ishin lopët. Ju betohem. Ka ardhur mbrëm natën dhe na ka mjen në gjumë. Po mishit ka mjet mëj motor, po ka vjedhur dhe të gjitha mollët e pemishtës që Ore t'i gjonë t'i ka thyrë dritarën. Jam se videri keqe. Me siguri ka blokuar kanalet e pullimit. Shok më gjoni, e morët vesh apo jo? Ka vjedhur edhe glunë. I vure e bullën. Kjo kafsh nuk meriton më t'jetoj dhe pikë falë. Shok, qeltin e hambarit. E sigur të ka hatë në posë. E çuditshme ishte se edhe pasi ai drejt qelsi u gjend poshtë një thesi me miu, të gjithë vazhdonin të besonin se top të bora kishte hedhur në pusë. Shok! Keni gjesë prova të mërshme, shok. Top të bora ishte në aleancë me pronarin, që për fillimit, më sakë, një gjenë i shef i ti, këtu, tani, shpall dënimi me vdekje të top të borës. Ani të famë, se si u përpoq të shkatron të fermën në betejën e stallës. Top të borë rëstoj 3 mërisht të betejën e stallës. Për të nuk mori dhe medaljen heroi kafshëve klasi i parë. Gabimi, nuk e dinim çfarë ishte shkruar në këto dokumente, shok. Nuk dinit lexoni, por po të dinit. Do ju tregoja qartë planin e tij djallëzor, i cili do realizohej po të mos ishte shoku ynë legjendar, Napoleoni, i cili u tur brik duke thirrur vdekje njerëzimit dhe ja mbuli dhëmbët në këmbën e pronarit. As ju kujtohet kjo shok. Nuk e besoj se top të bora ka qenë tradhtar. Në fillim, se çfarë nuk e bërë më pas kjo është tjetër punë, po në betejën e stallës ai ishte një shok besnik, ju betohem. Shoku Napoleon shpall kategorikisht se top të bora ishte agent që prej fillimit. Jo, po këtu ndryshon puna. Po ta këtë thënë shoku Napoleon, duhet jetë patjetër e vërtet. Shoku Napoleon ka gjithmonë të drejtë. Të lumt, ja kjo është gjua e folur. Vazhdoni shok, pun, vazhdoni. Pun. Jo, pun. Shok, bëni, kujtes. Agent të top të borës, të vri. Edhe të tradhtar
gjejmë në gjirin tonë shokë. Do të pranojmë edhe do të dënohen pas të krimeve që kanë bërë. Keni ndonjë gjë të treguar? Dhe qëndë solla me resht një sër të dyshuarish. Bëjt thirrje, i pranoni vetë krimet që keni bërë. Kam mbajtur lidhje të fsheta me Top Dëbor. Kam komplotuar me të për të shkatëruar mullirin e erës dhe po planifikonim që t'ja shisnim fermën e kafshëve një fermë fqinje. Top Dëbora më nxitit vidhja misër, edhe t'ja jepja ati. Edhe mua, më detyroj të vjedh një mollë. Top Dëbora, më doli në ëndër dhe më nxitit mos u bindem urdhrave tuaj për te i kalimin e planit Ves. Top Dëbora më erdhi natën, edhe më nxitit të helmoja ujin e pishëm. Kam vjedhur 6 kallim gruri dhe i kam ngrënë fshehurat i natën. Të pushgatohen me njerë. Që nga dita kur dëbuam pronarin, as një kafsh nuk ishte vrarë deri më tani. As edhe një mi. Të gjitha kafshët nisin të këndojnë këngën e vjetër, përveç Macis, që ishe zhdukur papritur disa minuta para se Napoleoni të jepte urdhrin për të mbledhur. Nuk e kuptoj. Nuk do ta kisha besuar kur, se në fermën tonë mund të ndodhin të tilla gjëra. Me sa duket, diku kemi gabuar. Me sa shoh, e vetmja formë është që të punojnë më fort. Nesër, do të qohem 1 orë më herët. Stuam padron, edhe tiran. Ndalohet të këndohet. Pse? Ka dalë nga moda, shoqe. Dhe kjo këngë ne shprehim aspirata për një të ardhmen më të mirë. Tani, siç e dini dhe vetë, kjo ardhmë është arritur, këngës i ka kaluar kohë. Gishtoja, poeti ynë ka kompozuar një këngë që fillon kështu, një ditë. Ferme kafshëve heroike për tyre, o zemra kreshnike, vjen nga ullja e zyrnaja, o sa fort, po tunde dynjaja. Shumë prej kafshëve do të kishin protestuar nëse do të kishin gjetur argumentet e tura. Sigur nuk më shkon. Melodia nuk është ajo. Teksti, jo. Si do qoftë, do marja mund, nuk marrë vesh shumë nga muzika. Urdhëresa e 6.
As një kafsh nuk duhet të vras kafshën tjetër. Benjamin, të lutem, lexoj pak urdhëresën e 6 për mua, të lutem. Jo, se herën e fundit që të lexova urdhëresën e 4, nuk na doli edhe aq mirë Sa i rrallë, Benjamin, jam shumë e sigurt që kam të drejtë. Më kujtohet shumë mirë to të vora aty me çfarë do të shkruan. Mos ja zërenin me kohë. Vjen pas asaj as një kafsh nuk duhet të pijë alkool. Vërtet pas fyrit që ndodhen më janë gatruar gjërat në kokë. Regina! As një kafsh nuk duhet të vras kafshën tjetër? Bashka. Nuk e di si e qysh Benjamin, por 2 fjalët e fundit po pas të ndalën në mundë. Duhet të punojmë më fort! Duhet të punojmë më fort! Lajmëroni ju lutem shoku Napoleon dhe mulliri erës sa po përfundoj. This is a miracle of history! Kam vendosur ta shpall veten time presidentin e parë të fermës kafshëve. Le të festojmë shok! Në drejtimin e udhëheqësit tonë! Miku i spendëve shtëpiate! Shokut Napoleon, brenda 6 ditëve kemi bërë 7 vezë. Kemi rritur prodhimin e vezëve me 150%. Ashtë një nder i madh për mua, që sot ndodhen këtu. Kur ujë ka qenë me kaq minerale se sa sot. Edhe kjo, falëmbrojtësi të pendëbardhëve, shokut Napoleon. Falëmirësisë dhe shkëlqësisë së ti, shokut Napoleon. Na është rritur, zgjatur, zbutur, zbukuruar neshi me 110%. Madje dhe cilësia e gjumit na është përmirësuar me 113%. Vrulli i qumshtit është rritur me 123%. Gjithashtu shokë, kam vendosur që mullirit t'i vë emrin tim. Ta mbaqë se të takone! Ashtu më të lumtë. Edhe pse gjysmën e kohës kafshët e kishin barkun bosh, ngushëlloheshin me këngë e fjalime. Poeti Kishto nuk linte rast pa shkruar këngë. Kapi? 1, 2, 3. Trake trukja për në betoni, dil se erdi Napoloni. Kiste ferma dhe mulliri dhe një lot më rangasiri. Po ku je Napoleon, se për ty zemra gëllon. Po ku je Napoleon,
të kokën me se puna, dhe të dhe qumë shti lumë. Kërshti ynë qanë të gjithë manet, ti zgjidhe të gjithë hallet, po ku je Napoleon, se për ty zemra kulqon, po ku je Napoleon, marqo vjall nga drita jon. Marqo vjall nga drita jon, marq! Ashtu në të numëtë. Jam shumë i emocionuar shumë, por kjo nuk mjafton. Duhet të punoj më shumë për begatin e fermës Kafshë. Mullirin që sa po përfunduam, nuk të ta përdorim për drita edhe uj, por për të pluar misër, nga i cili presim të marrin fitime shumë të mira. Për të pasur uj dhe drita 24 orë, në 4 vitet e ardhshme, do të ndërtojmë një tjetër mulliere. Bravo! Lumturia e vërtet qëndron tek puna pa kursime edhe jeta me kursime. Prandaj në punë shok për begatin e fermës së Kafshëve. Rrop ferma e Kafshëve. Po tani, Duhet të punojmë më fort. Shoku Napoleon kërkon një tjetër mulliere. Pun gjumë! Pun gjumë! Ka që vështirë ka qenë jeta jonë gjithnjë? Po thuaj se gjithmonë të uritur. Benjamin, a na prit një jetë më e mirë më pas? Mund të rish duke pritur nëse do. Pas vdekjes nuk kam asgjë. Ndërkohë, kam shumë uri. Kush do një karot? Ti ke një karot? Nuk ke ndonjë gjë tjetër? Kam dhe një 3 repa më duket. O, më e po një reka. Grusht, ma jep dhe mua një? Po nuk e deshi njëri karotë? Që e kanë të gjitha repat. Nuk e di pse më ishte fiksuar që e kisha një karrot. në mbledhje, do I bëj filja shokot Napoleon të na shoh pak në kafshëve të tjera, sikur të na arris pak racionet të tërshërës. Jo, po ka mundësi se ne me të kemi qënë e kemi mbështetur, prap do ta mbështesim deri në fund. Pra, ti nuk e ndryshon mendimin, edhe po të dha gur në vend të tërshërës. As pak, kam qënë e jam me të gjerë vdesë.
kafsh. Nuk duhet të pija në kon, me të prit. 1, 2, 3, prova. Vidire! Lajme të reja vingane. Të gjitha kafshëve do të paktohet racioni ushqimit përveç plerave dhe qendve. Deri në gjysmë kilogrami nisër çdo ditë. Të tjerave s'ka më karota. Në stalla nuk do ndihet në qërin që të mos keni shpenzime të kohë. Shumë korë, mos harroni dhe shumë kursim. Grusht, a e mirë, grusht. Shpati, grusht. Jam mirë. E kam gamë shkrit, do më kanë. Edhe pa mua do të arini ta përfundoni mullirin e erës. Mua s'më kishë ngellur vërse një muaj punë. Po me që rë Benjamini është plakër. Ndoshta na e japim pensionin e tjetën kohë. Edhe I bëjmë shoqëri njëri tjetër. Shoku Grusht. Jemi shumë të shqetësuar për shëndetin tuaj. Ju keni qenë një ndër punëtorët më besnik të fermës. Dhe për këtë arsye shoku Napoleon ka vendosur të çojë në një nga spitalet të pranë. Veterinerët atje do kujdesen më mirë se sa ne. Në spital? Por asnjë kafsh nuk është larguar më parë nga ferma. Veç top Deborës dhe Merushës. Do kujdesemi ne, shoqe. Shoqe, po, do kujdesemi ne. Po do pushojmë disa ditë e rimerve. Kujdesemi ne. Do t'i lëm diskutimet, shok. Karroza po e pret. Shoku Napoleon sugjeron që Grushti të shkohet në spital për mirën e shëndetit të tij. Jo. Në qoftë e ka thënë shoku Napoleon, duhet jetë patjetër e vërtet. Po, Grusht, shoku Napoleon nuk ka... Miru pashëm që. Mos të shqetoni për mua do t'jem shumë mirë. Jam shumë I lumtur që pash më në fund mullirin e erës për munduar. Tani pjesën e jetës që kam vetur. Do t'ja kushtoj I këti. Do të ndihmoj nga një. Do të mësoj dhe do të hangë nga një mollë të djela. Një soj të klerë për një. Mirë pashim, shok. Mirë pashim, Maris. Mos pasu shqetoni për mua të tjesë një. Shqimin të shpejt. Mirë pashim, Benjamin. Shqimin të shpejt. Grushti supa më të kthej. Sa shumë ëndra ka që dritën nuk e pa. Sa shumë ëndra ka që dritën nuk e pa. Një tjetër botë kërkoj, një tjetër vend kërkoj, një vend ku mund të shkoj. Qeshni me këtë botë
s'mjafton dhe është e kot, asgjë nuk triumfon, çdo gjë degeneron. Nëse ndryshime doni, sistem të ri kërkoni, asgjë s'realizua nga ato që premtua. Me gjithë kujdesin e dur që u dha, ashtu si që kishte hije, një kalu hero, grushti ndroi jetë në spital. Në gramat e fundit më përshpëriti në vesh, përpara në emër të revolucionit, shoku Napoleon ka gjithmonë të drejtë. Këto fjalë duhet të na shoqërojnë të gjithëve, shok. Grushti ishte një bir i denj i revolucionit. Ndaj edhe më të shëmtuara janë ato thashë theme që janë përhapur se gjoja në Grushtin e shitën te kasapi. Sinqerisht, nuk e kuptoj deri ku shkon budallallakut te ca kafsh. E vërteta qëndron kështu. Karroca më pari përkiste kasapin, i cili më vonë ja shiti veterinerit, dhe ky i fundit nuk pati kohë të fshinte mbi shkrimin kur erdhi për të marrë shokun Grushti. Shoku Grushti vdiq duke pasur gjithë përkujdesjen edhe vëmendjen ton, shok. Daj le të betohemi solemnisht se do të punojmë më fort për begatin e fermës Kafshme. Shokut Grushti i akordohet dekorata e veçantë, mjeshtër i madh i fushës pas vdekjes, pingrimit. Shok dhe shoqe, të vdekurit me të vdekurit, të gjallët me të gjallët. Gëzoni, gëzoni! Si pas e raportit të ecurisë së fermës, duket qartë që jeta jonë është përmirësuar në të gjitha aspektet. Të ardhurat janë rritur me 225% gjatë 3 viteve të fundit. Koha mesatare e punës është ullur me 12%. Koha e lirë është rritur me 33%. Çfarë kërkoni më shumë nga jeta, shok? Pun, s'ka gjumë. Vetëm pun, nuk ka gjumë. Në fakt, çuditërisht edhe pse ferma e derave pasurohej, kafshët varfëroheshin me përjashtim sigurisht të derave. Pun, gjumë. Pun, gjumë. Duke sigurisht të tona janë njësoj. A jetoni më mirë kur ishim më keq? Më kujtohet çdo ditë e jetës sime. Dhe di shumë mirë se gjërat nuk kanë qenë as shumë më mirë edhe as shumë më keq. Dojë si kje kita pasi të mua më përnarë. A është një përnarë? është një tërë, që shpërzon për 6 vetë. Pra i vjetë jemi që gjithë dera? Jo, nuk jemi këtë që dera. Jemi këtë që kafsh. Moj, shokja për file, po flet për dara ti? Sa më shumë ka nuk goa? Aq më shumë ke që për shtrash për moralokti. Ajde të kemi fesë. A më të doni? Do lidhet një kontrate madhe me pronarin e fere për së gjitur. Më të doni pra? Evo kur them unë, prit se s'ke parë gjë akoma,
një njeri në fermë. Kjo është një ditë historike. Pas gjitha tyre posmarrëveshjeve ke kuptimeve, jam I lumtur që jemi mbledhur së bashku për të folur për problemet tona të përbashkëta. Kjo fermë është një arritje e mrekullueshme. Gjithë këto kafshë që punojnë së bashku në busha. As edhe lëshimit më të vogël. Ky duhet jetë qelësi I suksesit tuaj, apo jo? Kjo është taktika, miku I shtrenjtë. Është e vërtet, në të kaluarën kemi pasur disa luhatje të vogla në marrëdhëniet tona, por le të shpresojmë se asaj kohe tashmë I ka ardhur fundi. Unë nuk e kuptoj pse duhet që ndërmjet njerëzve dhe kafshëve të ketë mosmarrëveshje. Të gjithë kemi të njëjtat problemet tona të përbashkëta. Ja për shembull, ju keni disa kafshë që janë smur nga ca ide bolshevike, njësoj si ne. Si që keni ju ato kafshët tuaja të shpresave të ulta, kemi dhe ne njerëzit kafshët tona të shpresave të ulta. Ne ato kafshët tona të klasës punëtore I kemi bindur me disiplinë. Tek ne kafshët të klasës punëtore punojnë më shumë edhe hanë më pak. Kjo është qelësi I suksesit të fermës sonë. Edhe të gjitha ato fashëtheni që janë përhapur se ne qoja këtu, ekzekutogën I kafshë të papajshme, janë të gjitha shpikje. Shpikje! Por nga sot, ne do të hapim një faqe tjetër të historisë, miki dashur. Prandaj, le të ngrem një dolli. Gëzuar për fermën e kafshëve. Ju lutem. Jo, I dashur mik. Nga sot ferma do të marri emrin që kishte. Ferma e mishit dhe e vezë bio. Plera dhe njerëz që nuk dalloheshin nga njeri tjetër. Herë der e herë njeri, herë njeri e herë der. Ishte pamundur të shuaje. Benjamin, si po më lënë edhe sytë. Të lutem, lexoj pak urdhëresat. A janë 7 urdhëresat njësoj si më parë? Vetëm një urdhëres ka. Gjitha kafshët janë të barabarta, por disa kafshë janë më të barabarta se të tjerë.
Acá